Mirë se erdhët të dashur Bricjap në letrat rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin që do bëj leximin e juaj të radhës. Nuk je në fund të një rruge, je në mes të një transformimi Bricjap. Gjithçka që po ndodh këtë javë po përgatitet për një verzion më të fortë, më të qetë dhe më të vetëdijshëm të vetes. Bricjap, ky është një lexim goxha i fuqishëm. Nuk është javë për të vërpuar pas rezultateve të shpejta. Është javë për të kuptuar se disa ndryshime të mëdha ndodhin fillimisht brenda nesh dhe vetëm më pas shihet jashtë. Letrat flasin për shërim, ekuilibër, energji, rilindje dhe shumë mençuri. Nëse jep kohë vetes këtë javë mund të kuptosh gjëra që do të ndikojnë në muajt që vijnë. Letra pastrimi emocional. Javë fillon me një pastrim. Jo domosdoshmërisht me lot, por me largimin e emocioneve që ke mbajtur për shumë kohë. Ndoshta ke mbajtur brenda një zhgënjim nga puna, ndoshta e lodhur duke duruar sjelljen e dikujt në familje, ndoshta vazhdon të fajsosh veten për një vendim që ke marrë vite më parë. Kjo letër të thotë se nuk mund të ecësh përpara duke mbajtur gjithmonë peshën e së kaluarës. Pyet e veten, çfarë po mbaj ende me vete që nuk më shërben më? Ka njerëz që mbajnë inat për vite. Ka të tjerë që mbajnë frikë, ka dhe nga ata që mbajnë faj. Është koha të lësh diçka pas, dhe ajo diçka e din secili nga ju çfarë. Ekuilibri, mashkullorja dhe femërorja, energjitë që nuk mund njëra pa tjetrën. Kjo është nga letrat më të interesante të këtij leximi, të dashur Bricjapër. Ajo nuk flet vetëm për marrëdhëniet mes burrit dhe gruas, flet për ekuilibrin brenda vetes tonë, brenda teje. Ndoshta kohët e fundit ke qenë shumë racional dhe ke harruar të dëgjosh zemrën. Ose e kundërta, ke marrë vendime vetëm emocione dhe ke lënë logjikën me një anë. Në punë kjo letër të kujton të mos reagosh menjëherë ndaj çdo problemi. Në dashuri të kërkon të mos presësh gjithmonë që tjetri të bëjë hapjen e parë. Në familje të kujton se ndonjëherë duhet të dëgjosh më shumë se sa të japësh këshilla. Ekuilibri është qelsi. Jo gjithmonë duhet të jesh i fortë, jo gjithmonë duhet të jesh ai që sakrifikohet. Ekuilibri është qelsi pra. Fuqia e brendshme. Kjo letër sjell një shpërthim energjie, ku janë gjitha shakrat të dashur. Të fillosh të projektosh. Mund të ndjesh dëshirën për të ndryshuar shumë gjëra. Të ndryshosh punë, të nisësh një kurs, të merresh më shumë me shëndetin, por kujdes, mos e shpërdoro këtë energji duke bërë 10 gjëra një herësh. Shumë Bricjapër kanë zakon të marrin mbi supe më shumë se sa munden, pastaj lodhen dhe humbasin motivimin. Më mirë një hap i sigurt çdo ditë, se sa 5 hapa të nxituar dhe më pas të ndalesh. Pas kësaj letre vjen shërimi, dhe kjo është letër goxha e bukur. Ajo flet për plagë që më në fund fillojnë të mbyllen. Nëse ke kaluar një ndarje, mund të kuptosh se nuk të dëm më si më parë. Nëse ke pasur një konflikt familjar, mund të vijë momenti për një bisedë më të qetë. Nëse ke kaluar stres në punë, mund të fillosh të shohësh situatën ndryshe. Por kjo letër ka dhe një paralajmërim, Bricjapi. Mos e ngatro shërimin me harresën. Mund të falësh dikë pa e lejuar të lëndoj përsëri. Mund të ecësh përpara pa u kthyer aty ku je rrëzuar. Shërimi nuk është kthim pas. Është ecje përpara, pa peshën e të së kaluarës. Dhe fillimi. Kjo është letra e mundësive. Diçka e re mund të filloj. Për disa mund të jetë një ofertë pune, për dikë tjetër një bashkëpunim, për disa një njohje e re të dashur Bricjapër, për të tjerët një ide që ka kohë në mendje dhe tani është sikur momenti
ta provoni. Por kjo letër të kujton diçka shumë praktike. Mos prit të ndihesh perfekt. Askush nuk ndihet plotësisht gati. Nëse pret momentin ideal, mund të mbasësh shumë mundësi. Fillo me atë që ke sot. Përmirësohet dhe përmirësohesh gjatë rrugës. Mençuria emocionale. Quhet letra. Leximi mbyllet me një nga mesazhet më të rëndësishme. Nuk ke nevojë të reagosh ndaj gjithçkaje. Ka njerëz që të provokojnë, që të kritikojnë, që të nënvlerësojnë. Më parë ndoshta do të përgjigjesh me njëherë, por tani po piqesh. Kjo është ajo, mençuria emocionale. Po kupton se jo çdo betejë vlen. Ndonjëherë heshtja është përgjigjja më e zgjuar. Nganjëherë largimi është fitoria më e madhe. Qetësia vlen më shumë se sa të kesh të drejtë, apo jo? Kjo letër të kërkon të mbrosh paqen tënde mendore, Priciapi. Mos lejo që njerëzit negativ të vendosin se si do ta kalosh ditën. Në kuptimin e saj nuk është që të vinë dikush, po të ndikohesh nga ata dhe ata bëjnë në fakt indirekt vendosjen apo detyrimin se si do ta keni ditën e juaj. Përcia për kjo javë të fton të mos matesh vetëm me rezultate që arrim, por edhe me njeriun që po bëhesh gjatë rrugës. Çdo plagë që shërohet, çdo vendim që merr, me më shumë qetësi dhe çdo hap që bën me vedije, po ndërton një të ardhme më të fortë. Mos ke frikë të mbyllësh një kapitull nëse ndjen se nuk të çon më askund. Jeta nuk ecën gjithmonë duke shtuar gjëra të reja. Ndonjëherë ecën më shpejt kur ke guximin të lësh pas atë që nuk të shërben më. Këtë javë beso më shumë te procesi dhe më pak te nxitimi. Ai që ndërton me durim, ndërton për një kohë shumë më të gjatë, Përqapi.